e përmenda disa herë fjalën pa modesti, po prapë e tham pa modesti, po e tham që na kemi një prej specialistëve bindshëm më të mirë në Kosovë për kardiologji invazive, është profesori Agim Krasniqi. E nxonë këto dhe patjetër që në vendin e punës. Në vendin e punës si çdo herë dhe kur nuk e thash rastisht, kur thash që kemi me çka mu lavdu për kardiologji, duke u nis prej asaj që i kemi thyr gjitha statistikat për pozitivitet e kam fjalën. Dihet që koronarografia është një metodë invazive, është një metodë e cila i ka edhe komplikimet e veta që mund të ndodhin, po për fat mirë ka gati 2 vite që na këtu kemi realizuar koronarografi, edhe kemi realizuar edhe raste shumë të rënda që të cilët nuk kanë mund të realizohen dikun tjetër. Rastin e fundit kemi pas një, mund të them një djalë të ri, pra moshë 39 vjeçare, i cili u ka nënshtruar koronarografisë, stentimit edhe punën e cilën e bëu doktor Agimi dim shumë mirë, i cili kishte fjalë ekstrem të mira edhe për doktorin edhe për spitalin, për shkak se gjendja e tij mu personalisht mu falenderoj pse punën e kishte kryer doktor Agimi. Ai tha që unë jam kthy në jetë prap. Faktikisht më në të nesërmën që është stentu, të nesërmën ishte këtë komplet tjetër njeri. Po, do doja shumë të shkutesha pak me ty, doktor Nazem, sepse me që e kam doktor Agimin, kjo është tash në zonën me nxe e marrë në për intervista, jo që është modest, po nështë edhe kohë nuk ka, kështu që do doja shumë të ndalesha pak tek shërbimi kardiologjik në rezonancë.